Për të gjithë adhuruesit e filmit të atmosferës magjike të ekranit të madh, Kino Hyrje Hana sjell këtë të premte një super premier. Personazhet më simpatik, më të çmendur dhe më të dashur për të gjithë ne, po rikthehen. Filmi Minions zbarkon zyrtarisht në qytetin ton për të dhuruar të qeshura dhe aventura pafund. Por kjo natë nuk do të jetë thjesht një shfaqje e zakonshme. Kino Hyrje Hana ka menduar që këtë premier ta kthejë në një ngjarje të paharrueshme për të gjithë audiencën. Për surprizat që do ta shoqërojnë këtë premier, flet Donjeta Bobi, menaxhere e marketingut në Kino Hyrje Hana. Kino Hyrje Hana edhe këtë javë ka përkushtuar fëmijëve me një organizim të veçantë për filmin Minions, këtë të pranë me 3 korrek. Nga ora 17:30 kemi eventin për fëmijë me maskota, muzikë dhe face painting, ku ka me qenë atmosferë shumë e mirë, ndërsa premiera filmi do të jetë nga ora 18:30. Ju ftoj të gjithë fëmijëve mos me hezitu me u kënaqë së bashku. Për ta nisur fundjavën me të qeshura dhe shumë energji, premiera shfaqet këtë të premte në orën 18:30 në Kino Hyrje Hana.